Një familje shqiptare jetonte në një fshat. Është një histori që ka ndodhur këtu në periferi të Vlorës. Ka ndodhur para disa viteve, por dëgjoni me kujdes. Dhe babai i kësaj familjeje mundi që të shkonte në Greqi dhe filloi që të punonte atje. Dhe dal nga dal, ndër vite, mlodhi disa para. Dhe bleu një shtëpi të re, një shtëpi nga ato përdheset, por këtu në periferi të qytetit të Vlorës. Dhe kur bleu shtëpin, ai mori gruan e tij nga fshati bashkë me fëmijët e tij, një djalë dhe një vajzë. Dhe filluan që të pastronin shtëpinë. Përballë shtëpisë së tyre ishte një shtëpi e vjetër. Aty jetonte një plak e moshuar, një nën shqiptare. Jetonte vetëm. Dhe që ditën tjetër ata e panë që ishte shumë afër dhe vurën re që ditën herët në mëngjes nëna e kësaj shtëpie, pra plaka, filloi që të pastronte avllin, të pastronte shtëpinë dhe pastaj pas një 10 minuta gjysmore shkoi që të merrte diçka, pak bukë, ndonjë gjë të vogël dhe u kthye në shtëpi sërish. Por në pasdite, çdo pasdite, pas orës 4, kjo nën vishej, rregulloi dhe rrinte në balkon, ulej në një karrike dhe shikonte nga rruga. Për ditë bënte të njëjtën gjë. Dhe zonja e shtëpisë që ishte përballë, pra gruaja e tij që jetonte në Greqi, i bëri përshtypje. Në fakt, burri i saj, sepse vazhdoi kjo histori për muaj të tëra. Nëna, pra që ishte përballë e kësaj shtëpie të vjetër, një shtëpi që me zor rrinte në këmbë, nëna e kësaj shtëpie bënte të njëjtin rit. Ajo ngrihej në mëngjes, pastronte avllin, rregullonte, fshinte, kishte disa pula, merrte disa veza aty ku i kishte dhe pastaj futej në shtëpi, gatuonte ndoshta. Por pas dite, gjithmonë pas dite në orën 4:30, ajo ulej gjithmonë aty. Ulej tek ajo karrige, aty në balkon dhe shikonte rrugën. Për herë. Pasi burri i kësaj zonje, pra që të shtëpisë së re që kishin bler, u kthye në Greqi dhe filloi të punonte në Greqi, zonja e shtëpisë, meqense ishte vetëm dhe ajo, teksa fëmijët e saj shkonin në shkollë, mendoi që të thërriste nënën që ishte përballë. Mirë po, pyeti komshinjt dhe komshinjt i thanë se pyeti si kush është, çfarë janë, etj. Dhe filluan që të flisin siç e kanë këtej, në çdo vend e kanë këtë. Ajo ka shkar nga mend dhe bën të njëjtin gjë prej vitesh, i thanë këta që ishin përreth. Dhe si përfundim, zonja, pra e shtëpisë së re, as nuk e çau kokën fare çfarë i thanë komshinjt. Por një ditë, duke e përshëndetur zonjën, shkoi atje, e përshëndeti dhe i tha: "O nëni, a do vish të pish një kafe tha tek unë?" "Hajde se do ta bëj un kafen", i tha nëna. E kështu bëri. Zonja e shtëpisë ul aty, ishte paradite, ulën aty dhe filloi që të pinte kafen. I përgatiti kafen, zonja i kishte trut në rregull, fliste shkëlqyeshëm dhe kishte një mënyrë të folurit tamam inteligjent. Pra nuk ishte ajo plak që mendonte dikush që ishte e panjohur ose ignorante. U kthye në shtëpi sepse nuk donte që ta pyeste pse rregulloi, pastroi dhe rrinte aty pas diteve. Pra zonja nuk mundej që ta pyesti. Por ajo që pa pas dite ishte e njëjta gjë, i njëjti rit. Pra teksa u kthye në shtëpinë e saj zonja, pas dite në orën 4:30, ajo zonja atje, ajo nën atje shqiptare, gjithmonë ul tek vendi, ishte rregulluar, ishte veshur dhe shikonte nga rruga. Dhe i bëri përshtypje tani zonjës. Dhe kështu çfarë tha? Ditën tjetër e pyeti, tha: "Mund të vish ta që të pish një kafe tek unë?" Po që do vi, tha nëna. "Se ti tha erdhe djeta, do të vi unë sot." Dhe kështu bë. Shkoi tek kjo zonjë, pas ishte orar dreke dhe erdhën me fëmijët nga shkolla. Dhe i thot kjo zonja: "Rri me nejta për drek." "Jo", i tha ajo, "do iki atje ta." "Po rri me nejta." Nuk ndonjë, si përfundim dhe shkoi atje. Mirë po pas disa ditësh, krejt rastësisht nuk e di se çfarë i duhesh zonjës dhe shkoi tek nëna, tek ajo nën. Dhe i kërkoi pak krip, më duket. Kur shkoi atje shikon që nëna hante vetëm një kokërvez në drek. S'kishte çfarë hante tjetër. Një kokërvez dhe kishte disa lakra që kishte përgatitur. Dhe atë hante. I erdhi keq dhe i tha: "Në qoftë se do, tha, hajde tek ne tha dhe rri për drek, sa të duash ti." "Jo", i tha,
Megjithatë, kur erdhi koha, pas disa javësh, zonja e shtëpisë mendoi që ta pyeste se pse qëndronte orë të tëra, pra nga ora 4:30 derisa bëi natë qëndronte atje në balkon e veshur dhe duke parë nga rruga. Dhe një ditë i thot, më fal që të pyesi, teksa po pinin kafen. Më fal që të pyes. Po më të shikoj që ti pas orës 4 ulesh këtu dhe shikon nga rruga dhe vishesh këtu. Dhe unë doja që të pyesja. Pse? Sepse e kam parë shumë herë, kaloi kohë tani të parë, më shumë se një vit. Doja që të pyesja pse e bën këtë. Dhe nëna i tregoi historinë. Nënës, pra i kishte vdekur burri, sepse e gjetën trupin e tyre në kohën e eksodit. I kishte vdekur vajza në kohën e eksodit, ishte fëmijë atëre, por një gjë, sepse kur u nis që të kërkonte babain, djali, sepse kishte një djalë, kur u nis të kërkonte babain, i premtoi djali, ti tha më prit aty te balkoni. Unë do vita dhe do të gjej këtu te balkoni dhe mos ki merak, me një fjalë do kthem. Ky ishte thelbi. Dhe nëna qatere e priste te balkoni. Vetëm me shpresë se ai mos kthej. Nuk donte t'ja dinte ajo, nëse dikush i thoshte që kishte vdekur, nuk donte t'ja dinte nëse dikush ajo donte që i kishte thënë i biri kishte thënë që unë do kthej. Kishin kaluar vite, kishin kaluar 11 vjet mos gaboj, dhe ajo priste gjithmonë atje te balkoni. Atëre zonja u interesua. Që ditën tjetër shkoi që të interesoi, shkoi në polici, shkoi tek njerëz që njihnin, sepse ajo nën kishte mbetur vetëm, ajo s'kishte bërë asnjë përçapje të mund të kërkonte të birin e saj. Dhe zonja, meqense kishte kohë, filloi që të interesoi. Dhe i thanë që ai kishte ikur me një motoskaf me 13 vet mos gaboj dhe motoskafi ishte përmbysur. Asnjë nuk ishte mbijetuar nga ta. Madje edhe ai pronari i skafit ishte mbytur. Dhe ishte e pamundur që vetëm ky të kishte mbijetuar sepse kishte ndodhur me fjalë në ujërat e mesme. Pra ujëra që nuk i përkesin askujt, me fjalë në thellësi të ujërave. Dhe zonja e kuptoi që ai kishte vdekur. Po nuk dinte se si t'ia thoshte nënës. Nuk mund t'i thoshte që ka vdekur djali, sepse merreni me mend një nën 11 vjet që pret djalin e saj, që ti t'i thuash që djali ka vdekur. Dhe kështu që kur pas disa javësh që u interesua dhe mori të vesh të vërtetën, zonja shkoi atje dhe i thot me shumë delikatesë. I thot, është nisur një motoskaf, të brenda i motoskafit thot ikën që të gjithë, por askush nga ta nuk ka kthyer përgjigje. Pra askush nuk është kthyer në shtëpinë e tyre. Nuk i tha që është mbytur, nuk i tha asgjë. Por nëna e kuptoi që ai motoskaf ndoshta ishte mbytur. Ajo që ndodhi më vonë është vërtet e dhimbshme. Nuk kaluan 3 ditë. Nëna nuk u vesh më. Nuk ndejti më aty në atë balkon. Dhe nuk e priti më të birin. Nuk pa më andej nga rruga dhe nuk pastroi më shtëpinë. Pas 4 ditën morën vesh që ajo nën kishte vdekur. Është një histori e vërtet, thash, dhe ka ndodhur këtu, në periferi të Vlorës. Në një shtëpiz të vjetër, ishte një vlonjate dem babadem, si thonë te nga Vlora. Dhe vetëm shpresa e kishte mbajtur gjalla të nënë. Dhe i kishte thënë njërit nga komshin që i kishte takuar. I kishte thënë, çfarë më duhet më jeta? Nuk kam pse më duhet, se më s'kam më askënd. Dhe kështu që pas 3 ditësh vdiq. Është një histori e dhimbshme, por edhe shumë kuptim plote, sepse shpresa mban jetë çdo gjë. Mban jetë edhe një nën. Sa prej jush kanë histori të tilla ose të ngjashme si kjo? Kalofshi një ditë bukur dhe jetofshi sa të doni, po shqipe.